Ministri për Europën dhe Punëve të Jashtme, Ferit Hoxha, ishte në Prishtinë këtë të diel, ku është takuar me krerët më të lartë të shtetit të Kosovës, në një konferencë të përbashkët për mediat me Ministrin e Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca. Hoxha theksoi se Kosova është prioritet absolut për Shqipërinë. Ministri Hoxha tha se gjatë takimit me Konjufcën, ranë dakord se dinamikat gjeopolitike në rajon dhe në Evropë kërkojnë një intensifikim të mëtejshëm të koordinimit ndërqeveritar dhe diplomatik. Këtu për të intensifuar dhe thelluar më tej marrëdhënien tonë strategjike, e cila ka në themel historinë e pandashme, të sotmen e ndërlidhur dhe të ardhmen e përbashkët të kombit shqiptar në dyant e kufirit, përmes të ardhmes së përbashkët evropiane dhe euroatlantike. Ky partneritet kërkon kujdes të vazhdueshëm, kërkon përmbajtje konkrete dhe rezultate të prekshme, dhe ne në Tiranë, në Shqipëri, nuk do ta themi kurrë mjaftueshëm. Kosova është prioritet absolut i politikës sonë të jashtme. Është një dimension i qartë dhe i pandryshueshëm i shtetit shqiptar, i qeverisë shqiptare dhe i shtetit shqiptar. Ajo që ndodh në Kosovë ka rëndësi drejt për drejt për Shqipërinë, në lidhje të ndërsjellë të pandashme, sepse përparimi i Republikës së Kosovës dhe ai i Shqipërisë ecin krah për krah. Çdo dhimbje e Kosovës ndihet në Shqipëri, ashtu si çdo arritje e Kosovës festohet edhe në Shqipëri. Ram dakord që dinamikat gjeopolitike në rajon dhe në Evropë kërkojnë një intensifikim të mëtejshëm të koordinimit ndërqeveritar dhe diplomatik. U angazhuam për përgatitjet e takimeve të radhës, takime ministrore, apo dhe më lartë si do t'jetë më e nevojshme për aktivizimin më funksional të sekretariatit koordinues të mbledhjeve të përbashkëta që kemi bërë, në përcaktimin e qartë të fushave ku duhet të bëjmë më shumë, më shpejt, apo të përshpejtojmë. Bashkëpunimi ynë duhet të përkthehet më shumë lehtësi dhe më pak burokraci, më shumë zhdovjellësi, zbatimi dhe koordinimi në projekte konkrete e të cilat kanë impakt për qytetarët. Nga ana tjetër, Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glauk Konjufca, vlerësoi progresin e Shqipërisë në reforma dhe në procesin e negociatave. Konjufca theksoi se Kosova dhe Shqipëria ndajnë të njëjtat objektiva shtetërore dhe kombëtare, ndërsa kërkoi edhe më shumë bashkëpunim mes dy vendeve. Të gjithë zyrtarët edhe evropian, të cilët po i takoj edhe vetë, po thonë që Shqipëria është e dyta në radhë për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është një arritje shumë e madhe, zoti ministër, të përgëzoj edhe ty, sepse për shumë vite ke qenë edhe atje në kryeshtetin e Bashkimit Evropian dhe e ke bërë punën ashtu si është më së miri. Në këta hapa të fundit jemi besim plot që Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian brenda 2 apo 3 vitesh. Kjo do të jetë një arritje historike, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë kombin shqiptar, ashtu siç e kemi përshëndetur edhe siç ishte një hap gjigant edhe hyrja e Shqipërisë në NATO. Për Kosovën, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të ishte përveç tjerash edhe një inspirim, por edhe një shans i madh përfitues në aspiratën tonë euro-integruese. Për Kosovën, mbështetja e Shqipërisë në procesin drejt Bashkimit Evropian është shumë e nevojshme, është shumë e rëndësishme. Më herët Ministri Hoxha zhvilloi takim me ushtruesen e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, dhe Kryeministrin e detyrë, Albin Kurtin.